Çfarë ndodh me trupin nëse pini uthull molle çdo ditë? Ja e vërteta. Uthulla e mollës ka shumë vlera shëndetësore, megjithatë përthithja e këtyre nga organizmi varet shumë nga mënyra e konsumit të uthullës. Disa prej mënyrave të konsumit të uthullës së mollës mund të jenë të dëmshme për shëndetin. Uthulla duhet të tretet në ujë. Uthulla e mollës nuk duhet të pirë kurrë pa u tretur në ujë për shkak të aciditetit të lartë që shkakton dëme në ezofag dhe në stomak. Mënyra e duhur për ta pirë uthullën është ta tresni në ujë që të mbroni edhe fytyn dhe stomakun. Gjithashtu, mos e pini pas buke. Nëse keni zakone të pini uthull molle pas buke, atëherë është koha të ndryshoni rutinën tuaj. Nuk duhet të pini uthull molle edhe me stomakun plot. Kujdes me sasinë. Gjella me krip dhe kripa me karar, thot populli, dhe kjo shprehje vlen edhe në rastin e uthullës së mollës. Nëse do të filloni një regjim të pirjes së saj, atëherë duhet ta pini ngadalë dhe në sasi të vogla. Mos e pini atë përpara gjumit dhe mos pini uthull molle nëse keni ulçra në stomak.